Qindra besimtar Bektashin u mblodhën në martanesh për pelegrinazhin e përvitshëm botëror të Ballën Sultanit, i cili festohet çdo 29 qershor. Kanë shkuar për të festuar në vendin e quajtur Ballem Sultan të njësisë administrative martanesh të rrethit të Bulqizës, besimtare nga Bulqiza, martaneshje më gjerë. Besimtarë dhe besimtare janë gjitur drejt vendit të shenjtë të Ballem Sultanit, të cilët kanë ndezur qirin duke shprehur lutjet e tyre. Në këtë pelegrinazh ishte i pranishëm kryegjyshi botëror Dede Edmond Brahimaj dhe shumë baballar të tyrbeve nga e gjithë Shqipëria. Në fjalën e tij, kleriku i madh Baba Edmond Brahimaj uroi të gjithë besimtarët të cilët kishin ardhur në vendin e shenjtë, i cili përkon me 155 vjetorin e krijimit të Ballën Sultan në martanesh. Ndërkohë në fjalën e tij ai tha se është pikërisht ky vend i shenjtë për të larguar energjitë negative dhe të reflektojmë duke marrë uratat e njëri tjetrit. Sot shënon një ditë e veçantë për të qenë e Ballenjës. Premtojmë 155 vjetorin e këtij objekti kulti të rrallë, mistik, të mrekullueshëm, mrekullibërës për shumë besimtarë. Teqja që mban emrin e bitit të dytë të Bektashizmit, Ballem Sultani, është themeluar në hershmëri, në formën e një kulle në vitin 1795, nga populli martaneshit, Kostenjës, Lugës Madhe, me ndihmën e Pashait Shkodrës, në shërbim të vendit shenjtë të Ballem Sultanit, bitit të dytë të Bektashizmit, që ndodhet në malin përballë Teqjes. Si institucioni plot fetar, në vitin 1870, në Teqja e Ballem Sultanit, aty ku ishte kulla e Mahmud Pashës, në drejtimin e Baba Hussein Malit. Vendi i mirë Ballem Sultani, Guva, pranë Teqjes së vjetër dhe zona e mbrojtur e tij. Në ditën e parë të fillimit të matemit, agjërimi vjetitor për ndërtet të dëshmorët të Qelbelas, sot është e udhëtë të përkujtojmë bitin e dytë të Bektashizmit, Ballem Sultani, që i dha kontribut të hyrë në udhën mistike bektashiane. Dhe mistika e këtij vendi të shenjtë udhëzon, ndihmon mira pelegrinë që janë në nevojë dhe kërkojnë ndihmë për shërim e shpirtit dhe të papritur që sjell kjo botë e mëkoshme. Imam Aliu ka thënë: mëshira e Zotit është udhëzuesi më i mirë. Një njeri i mençur është ai që nuk e humb shpresën nga mirësia dhe mëshira e Zotit. Ballem Sultani na qof ndihmë në këto ditë vështira që njerëzimi po kalon, sjell paqë, mirësi, harmoninë familje, shëndet, prosperitet për të gjithë. Qofshi dritë dhe Zoti na bekon të gjithëve. Amin. E pranishme ishte edhe kryebashkiake e Bashkisë Bulqizë, Festime Mjeshtri, e cila uroi të gjithë besimtarët. Faleminderit që ruani traditën dhe vini çdo vit në pelegrinazhin e Ballem Sultanit. Faleminderit Babamondit, klerikëve dhe të gjithë njerëzve që kontribojnë për të ushqyer frymën e dashurisë, njerëzimit dhe adetarizmit, gëzuar 155 vjetorin e Teqjes. Faleminderit. Në fund për pjesëmarrësit u dha dhe një koncert festiv kushtuar kësaj dite. Tek shpjella e shenjtë e Ballem Sultanit, mendja ime po don me shku. Atje ku ndizet ylli i xhihanit, atje ku shenjti e ka beku. Atje ndërmaja ku feksën dielli, atje në male plot me vetmi, atje ku yje ka më shumë qielli, atje ku ndizet i shenjti qiri.